Ndërsa tani do ta kam edhe Murat Bilgen, I cili trajneri I cili ishte shumë duke na pritur. Coach, very interesting game. You started very slowly in the first half, but you fought the fight. Slowly, you were better in the second half. What happened? What was the key moment? And according to you, how did you win this game? No, I want to explain two things. You know, if someone's joined the team for a main role, it's not easy to understand after one game. So, beginning of the game, he was a little bit rookie in Kosovan basketball, and he started to learn how to play in Kosovo because of a little bit, you know, we are giving the tolerance to players, and we did many mistakes beginning of the game, easy turnovers. But the key points for us, I explain to my players always, our strong side always our defense. So we did very good job, just 24 points or something, or 23 points the second half. It's our strong side, and you know, beginning of the game, 15-16 points is not just 5 possession, and we started to fight for the possession, and the players started to understand how we can win, and their reaction was very well after the second half on defensive side. Your opinion on Rashid Mahalbashic? You know, if you look his career, it's totally different. You know, we played always the top level. He's helping us a lot, so we are using him very well, and he's helping us. You know, his answer very good against me or against the teammates, because of normally who is the 35 years old, 36 years old is coming to Kosovo. They're thinking to retire the basket. No, but he's trying to 100% every game. He's pushing himself also. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Trajneri Murat Bilge tha se arsyeja kryesore ishte se nuk janë dorëzuar që nga fillimi I ndeshjes dhe dal nga dal pra kanë luftuar dhe në pjesën e dytë kanë arritur që atë minusin prej 17 pikëve ta mbrin, duke I falenderuar mbrojtjes së shkëlqyeshme. Në pjesën e parë kanë bërë shumë gabime, kanë pas shumë topa të humbur dhe kanë huqur nga pozita të lira. Mirë, po në pjesën e dytë janë përmirësuar, e kanë shtrënguar mbrojtjen dhe mbrojtja ka qenë definitivisht faktori kryesor I fitores së Sigal Prishtinës ndaj Borës sonte. I pyetur për Rashid Mahalbashicin, e dëgjua çka tha, ka një karrierë të jashtëzakonshme, ka luajtur në top ligat evropiane, ka luajtur në Euroleague dhe përvojën e tij e ka sjellur këtu në Kosovë dhe është duke I bërë edhe bashkëlojtarët e tij shumë më të mirë. Adhurues të basketbollit, pra Bora 67, Sigal Prishtina 72, fitore Sigal Prishtinës, fitore ka shënuar edhe PEA kundër Proton Cable Prizrenit në Sezai Suroj, ndërsa nesër mbrëma na presin nga ora 20, pra të dyja të fillojnë nga ora 20, na presin dy duele të jashtëzakonshme. Në Therant do të kemi derbi duelin mes të Golden Eagle Yllit dhe Trepçës, pra faktikisht reprizë e finales play-offit të edicionit të kaluar, ndërsa në Shaninushi do të kemi duelin mes të Vllazimit dhe Bashkimit. Pra e shpjegova në fillim të ndeshjes, të dyja ndeshje janë jashtëzakonisht të rëndësishme për Trepçën dhe Bashkimin për të mbajtur hapin dhe leadershipin, për arsye se tashmë Prishtina është barazuar me numrin e fitoreve me këto dy skuadra dhe në rast se ndodh që nesër mbrëma Trepça eventualisht dhe Bashkimi të psojnë disfata, atëherë 3 skuadra do t'i kemi me pikë të njëjta, me numër të njëjtë të pikëve në 3 pozitat e para, ndërsa për Vllazimin dhe Golden Eagle Yllin janë ndeshje të rëndësishme. Vllazimi po lufton për të siguruar pozitën e 4, sonte PEA ka shënuar fitore dhe fitoria e Vllazimit I mban në hap me PEA në luftë për pozitën e 4, e cila është shumë e rëndësishme në betejë për çerekfinalet e play-offit, sepse jep atë përparësinë e fushës vendore, ndërsa Golden Eagle Ylli po lufton për të përforcuar po pozitën e 6 dhe kualifikimin në play-off. Një gjë është e sigurt, edhe dy ndeshje fantastike na presin nesër mbrëma me fillim nga ora 20 në adresën e vërtetë të basketbollit në vendin ton, platformën numër 1 Art Motion. Nga Una Gonfemiu dhe ekipi realizues I Oksigenit për sonte ka që ju vazhdoni të qëndroni sepse keni edhe shumë futboll. Gjatë pas mesnate kemi NBA, ndërsa nesër në mëngjes edhe UFC.